Jezu Krishti më shumë se 2000 vite më herët ka bërë një sakrificë që shkon përtej çdo fuqie mendore për ta kuptuar. Përshëndetje. A mund të na prezantohesh se kush je? Jam Elton Selimi, jam nga kisha protestante Bashkësia Ungjillore e Mesisë këtu në Prishtinë. Kemi dalë sot bashkë me disa vëllezër nga kisha për ndarë lajmin e mirë të Pashkës dhe lajmin e mirë të shpëtimit të Ungjillit të Jezu Krishtit për mbar botën. Dhe kemi dalë gjithashtu sot për t'i treguar njerëzve që Jezu Krishti është shpëtimi i vetëm, ashtu siç thonë dhe shkrimet, që njeriu nuk i është dhënë asnjë emër në qiell dhe në tokë për të shpëtuar shpirtin e tij përveç se Jezu Krishtit. Këtë lajm kemi darë që është Ungjilli, kemi dalë sot për ta ndarë me njerëzit dhe për t'i treguar njerëzve gjithashtu që Jezu Krishti më shumë se 2000 vite më herët ka bërë një sakrificë që shkon përtej çdo fuqie mendore për ta kuptuar. Ai erdhi, zbriti nga qielli, zbriti në tokë dhe mori trajt njeriu, si unë dhe ju, dhe e bëri këtë me vetëm një mision, për të shkuar në kryq, për të dhënë jetën e tij në kryq. Jezusi e bëri këtë për të bërë një kurban dhe një flijim për mëkatet e njeriu, sepse ligji i Perëndisë thotë troç dhe qartë që sa herë që njeriu do kryejë një mëkat ose një padrejtësi kundër shenjtërisë të Perëndisë, ai njeri do vdesi sepse paga e mëkatit është vdekja. Por Perëndia thotë gjithashtu që unë kam një dashuri të përjetshme dhe të patjetërsueshme për ju. Dhe në sajt të kësaj dashurie, Perëndia thotë unë do bëj një beslidhje me ju. Dhe në sajt të kësaj beslidhje, Zoti Perëndi dërgon birin e tij, të vetëm lindur, Jezu Krishtin. Jezusi është Perëndia dhe Zoti i ardhur në trajt njeriu dhe u bë ai kurbani dhe sakrifica. Jezusi vajti në kryq dhe ai thotë unë bëj këtë për shkak të dashurisë të madhe që kam ndaj njeriu. Jezusi thotë që nëse unë nuk e bëj këtë sakrificë, njeriu do mbetet në errësirën e mëkatit, por unë vi për të marrë për mbi veten time të gjitha mëkatet e njeriu. Dhe pikërisht për këtë arsye, nëpërmjet gjakut dhe sakrificës të Jezu Krishtit, ne shlyejmë mëkatet tona, sepse thuhet kushdo që do thrasi emrin e Zotit, kushdo që do thrasi emrin e Jezu Krishtit, do shpëtoj shpirtin e tij nga gjyqi i madh i Perëndisë. Kjo është mesazhi i Pashkës që ne kemi dalë sot. A është kjo datë e shenjtë për juve? Datat kalendarike në Bibël nuk janë të shenjta, sepse Perëndia, Zoti Perëndia është i shenjtë, por e premtja e mirë përkujtohet si dita në të cilën më shumë se 2000 vite më herët, Jezu Krishti e mori kryqin e tij, e mbarti vetë për mbi vete dhe eci me atë kryq që peshonte më shumë se 70 kg dhe përshkroi një rrugë që ishte më shumë se 2 kilometra deri në kodrinën ku ishte caktuar për të bërë kryqi, për të bërë kryqëzimi. Dhe gjatë kësaj rruge ai përjetoi torturat më të mëdha. Dhe ajo i quajt e premtja e mirë, sepse ditën kur Jezu Krishti u kryqëzua më shumë se 2000 vite më herët, ishte pikërisht një ditë e premte. Dhe ashtu siç thon shkrimet, ditën e tretë ai u ringjall për të bërë kështu shkaktari i shpëtimit të shpirtit të njeriu. Kjo shënon të premten e mirë. Dhe për këtë arsye ne pikërisht sot në premte kemi dalë për t'i ndarë njeriu Ungjillin dhe lajmin e mirë të Jezu Krishtit. Faleminderit. Faleminderit shumë juve, Zoti ju bekoft.